Gjyshet shqiptare e mbanin gjithmonë me vete. Ja efektet e karafilit në shëndet. Karafili është një erëzë shumë aromatike që ka gjetur përdorime në kuzhinë që në lashtësi. Ama jo shumë veta e din për aftësinë e tij kundër dhimbjeve të dhëmbit. I gjithë sekreti qëndron te elementet që gjenden te karafili. Eugenoli është një qetësues natyral dhe antibakterial. Ai funksionon si lehtësues inflamacioneve të mukozës së gojës. Ai përdoret edhe për dhimbje të dhëmbëve. Si fillim, ju duhet një garzë e pastër dhe një topth pambuku. Zhyteni garzën ose pambukun në vajin e karafilit dhe disa pika mjaftojnë. Më pas aplikojeni atë në vendin ku keni dhimbje. Gjithashtu, shpërlajeni gojën me ujë e ftohtë dhe vendoseni edhe karafilin. Kështu do të ndihmoni në lehtësimin e dhimbjeve të dhëmbit dhe gjithashtu arritjen e rezultateve të duhura kundër këtyre inflamacioneve.